Ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kundër dëxhallit shumë në imtësi. Edhe sahabët janë friksu. Do thotë që është fitnë e rand, edhe devijojnë shumë prej njerëzve. Dhe ka treguar se ai njënën e ka, do të thonë si tregon në hadith, ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fitnë e atij është shumë fitnë e rand, dhe sahabët janë friksu. Edhe kanë thonë kanë shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë na fole për dëxhallin dhe na paralajmërove, na friksove shumë, edhe përshkruajte shumë sa që menduam se është në mesin e këtyre hurmave. Do të thonë në mesin e atyre pallmave. Do të thonë aq shumë na fole, sigur ka ardhur aty te ato pallmat. Edhe i kanë thonë, do thot na trego si të ruhemi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ghayru ad-dajjali akhwafuni alaykum. Thënë pra nuk është dëxhalli më i frikshëm tek unë për ju. Do të thonë ka dikujt tjetër që i friksohem më shumë se sa dëxhallit për ju. Kush është? Ja. Ja. Po ka në hadith shirku i pseft. Po. Imam të devijum. Do të thonë njerëz e bidatit që thrasin bidat janë më të rrezikshëm edhe më të frikshëm, do të thonë për pejgamberin e Allahut, si është përmendur në hadithe të tjera. Pse friksohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për umetin nga thirrësit e devijum më shumë se sa nga dëxhalli? Se tham besimtarët e shohin si shkruan kafir ndërmjet syve. Do të thonë dëxhalli ka shenjë të qartë. Mirë po kur vinë njerëz të bidatit, si Sheikh Rabia, rahimahullah, pra vinë njerëz të bidatit, vishen me rrobat e islamit, edhe flasin, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min gjildetina, ata janë prej likurës son, prej, do të thonë mesit ton, edhe flasin me fjalët tona, ose ka thënë për xhavarixht i flasin fjalët e njeriut më të mirë, do të thonë flasin me ajete, me hadithe, edhe i devijojnë njerëzit. Ata janë më të frikshëm se sa çështja e dëxhallit. Për këtë shkak edhe hadithet që flasin për dëxhallin merren si menhej. Do të thonë si duhet largohet njeriu nga njerëz të devijimit dhe mashtruesit dhe gënjeshtarët. Do të thonë si duhet largohet, pra ka thonë kur të dëgjoni për dëxhallin, se është në një anë, ikni në anën tjetër. Do të thonë që mos t'ju bjerë të takoheni me ta.